Keni nënshkru marrëveshje me zotin Ademuzi? Jo, s'kemi nënshkru, veç deputet e Pakicave janë në sharën të partitë shqiptare, është ma mirë me bashku shqiptarëve, për shembull, çka është e keqe, Adem Hoxha, Adem edhe Hoxh, me bashku një partije shqiptare, është ma mirë me shku të lista serbe, edhe ndryshe thonë që mirë atëre një serbë, me bashku vetë vendoshe, si zotin e Nadrashić, e qenë ka kesh një pjeshtari, një pakice, një bashku e partive shqiptare, unë i bajthire gjithë deputetve, e të komuniteteve, bashkëpunojnë me partitë shqiptare, me gjitha, e pra dhe ne jemi të hafër për ta. E që dallimi është se zotri Hoxha ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe? Ndërsa në Nadrashić është i lindur pej nane e babe serbe. Edhe Adem Hoxha i ka thmin shkojnë në shkollë Shqip në prezent. Na mujmë tash me avlon listë serbe, ose me që këtë në Beograd, edhe mujmë me afro të nej, edhe kuptohet me funum e shqiptarë. Është deputet i zgjedhur, ata që janë të zgjedhur në Kosovë, mas ligjeve të Kosovës, respektojnë ligjet e Kosovës, ma mirë është me integruna. Pa, si do të fiton të Kosovë, a ma shumë me shkue Ademi me listën serbe, apo me dikon shqiptarë. Po Ademi ka punu, se ka punu për Radojqićin. Për kam punu Rashiqi, ose Rakiqi, ose i tjeshtë. Radojqićin? Të gjithë ka punu për kënë kandesh, edhe punojnë ende. Po nëse Adem Hoxha i bashkohet një grupi parlamentar që gjithë janë u qëkë, a ma mirë kënej, a me shku atje. E vetë një gjo është, po, që ka këtë që s'ka punu me Kurti në kësa here, e nështë me bashku atje i shkoni mirë. I shkoni serbi mirë si Ivanovici, që ka vra shqiptar e o bo Europi i Kurti. A është edhe Duda Bale pjesë e atës? Shumë e mirë o Duda nuk e di është.